se kur Gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta s'ka veshur ende pantallonat. Po aso kohë populli s'kishte parë asgjë akoma, se s'kishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike, kurse tenxherja e vetme mediatike ishte tellalli i qytetit. Ndërkohë që sot tellallët e Gënjeshtrave me lloj bishtash janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë vesh ndonjë haber të ditës. Po ne s'kemi që t'i bëjmë as tellallhanes së madhe ku na e solli jeta të jetojmë duke qenë në krye të vendit në një moment kyç të historisë tij, as vrapit marrë të Gënjeshtrave rreth botës, ndërkohë që në rrezik këtu është përqendrimi ynë në udhëheqjen e vendit. Prandaj duhet arrisim me çdo kusht përqendrimin në punët tona të mëdha dhe të vogla, të shtojmë forcat për t'i bërë sa më mirë dhe për t'i komunikuar sa më shumë dhe të përpiqemi me edhe më shumë këmbgulje të vetë korrigjohemi dhe të përmirësohemi. Dhe këtu bujrum jepni idetë tuaja dhe ndërkohë le të debatojmë këtu së brendshmi, hapur, pa dorashka, përse si gjërat mund dhe duhen bërë më mirë në këtë drejtim, por pasi debatojmë dhe ndajmë me njëri tjetrin opinionet, duhet përqendrohemi në një pikë, në vetëm një pikë dhe asnjë pikë tjetër. Shqipërinë, Bashkimin Evropian në vitin 2030. Kur e lexojmë historinë, ne jemi njerëz të zakonshëm, ndërsa historia flet për njerëz të jashtëzakonshëm. Por edhe ata kur e kanë lexuar historinë përpara tyre kanë qenë njerëz të zakonshëm. Dhe ka plot të tjerë njerëz të zakonshëm që kanë pasur mundësi ta bëjnë historinë dhe nuk figurojnë në librat e historisë sepse nuk e kanë bërë të jashtëzakonshme që duhet për të bërë histori. Sot rruga e Shqipërisë dhe yjet që janë bashkuar bashkë e kanë sjellë që ne të jemi me historinë në duart tona dhe ta shkruajmë me mendjen dhe me forcën tonë. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është një tjetër etapë